Të nderuara familje Xhitia dhe Fazliu, i nderuar kryeministri i Republikës Kosovës zotëri Ramush Haradinaj, i nderuar kryeshef ekzekutiv i postës zotëri Sejdi Hoxha, të nderuar ministra, deputet, kryetar komunash, zyrtar, përfaqësues policisë dhe shoqatave dalë nga lufta, të nderuar pranishëm. Nëntori me shumë të drejtë quhet muaji i shqiptarëve, pasi që identifikohet me shumë ngjarje e herojnë. E ne sot u mblodhem në nderim të afrim Zhitisë e Fahri Fazliut. Ata u lindën në kohë okupimi, përjetuan e vepruan në liri deri në betejën e tyre të fundit me 2 nëntor 1989 në Bregun e Diellit. Sot 29 vite më pas, atë dheu i tyre është i lirë e bashkëqytetarët e tyre jetojnë në liri, përgjithmonë falënderues për kontributin dhe sakrificën. Në këtë pritje të organizuar nga kryeministri i Republikës Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj, do të bëhet promovimi i pullave postare me portretet e afrimit e Fahriut, pulla që do pasurojnë filatelinë e Kosovës në vazhdimsi. Fillimisht për një fjalë rasti ftojmë në Koqirin, kryeministrin e Republikës, zotëri Ramush Haradinaj. Atëre e nderuara non e afrim Zhitis, i nderuar Baçi Osman, baba i afrimit, i nderuar Fadel e familja e Gjerë, Fazliu, pra familja e Fahris, po dhe Bahris, Fazliu, nderuar familjar të tjerë, prezent të herojve që i kujtojmë sot, bashkëluftar, bashkëveprimtar, nderuar zyrtar të institucioneve të vendit, deputet, ministra, kryetar komunash, i nderuar drejtar i postës së Kosovës, zotëri Sejdi Hoxha, gjithë ju të pranishëm. Sot, edhe pse kujtojmë herojnë të kombit, edhe kombi ynë ka shumë heroj, megjithatë kujtojmë 2 heroj të veçantë. Edhe pse i takojnë pra plejadës e herojve të kombit tonë, me plot drejt, megjithatë janë të veçantë. Janë të veçantë se ndaria tyre liridashe është një periudhe më të hershme, është një momenti më të hershëm të ringritjes sonë për liri. Shqiptarët në ish Jugosllavi, në trojet e veta, për periudat ndryshme, u ngritën për liri, forma ndryshme të veprimit politik, por me 2 nëntor bërim edhe një herë pa të dëshmia që përpas pra veprimit politik do të dim edhe me luftu për lirin tonë, a do të dim me rezhistu, do të dim me kërku lirin deri në flerë. Të 2 herojnë që kujtojmë sot, edhe Afrimi, edhe Fahriu, po ashtu janë veçantë se rridhin nga familje që kanë rrugë gjatë në kontributin e tyre për liri. Edhe ne me falenderimet më të mëdha i themi familjeve faleminderit për bijtë e juaj që atë dhonat dheut. Ajo që po ashtu Fahriun e bën ndryshe, ishte një vendimtar i Zoti. Edhe pse jon sasi të madhe, veprat e tij të mbetura të shkruar me flasin për nivelin e lartë të mendimit të tij. Pra një vendimtar, një ideolog i temave tona kombëtare të lirisë. Kjo është shtëpia e popullit, është qeveria e Kosovës. Në këtë shtëpi duhet ndihen mas miri çdo herë për jetë e mot familjarët e të rënëve për liri. Andaj e marrësin derë të madh, posaçëm pra faktin se ne sot në shtëpinë e popullit, në qeverinë e Kosovës, mund edhe të konfirmojmë një vepër vërtet të mirë, në këtë rast të përkujtimit përjetshëm, me pullat postale për herojt, të përgatitur, pra edhe të vënë ose të fuqishme sot nga posta e Kosovës. I nderuar drejtori, ju faleminderit dhe një herë shprehi respekti dhe lavdi herojve që i kujtojmë. Me jetë më të lavdi.
prezentimin e pullës postale me portretet e heronjve Afrim Xhitia dhe Fari Fazliu do ta bëj kryeshefi ekzekutiv i Postës Kosovës, zotëri Sedi Hoxha. Të nderuara familje të dëshmorëve, nderuara familja Xhitia, familja Fazliu, shumë i nderuari Baca Osman, shumë i nderuari kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, një herët edhe bashkëveprimtar i heronive që po i përkujtojmë sot, të nderuar deputet, ministra, të gjithë të pranishëm. Jam shumë i krenar që sot Posta e Kosovës lëshon në qarkullim një pull postare shumë të çmueshme, e cila i dedikohet dy heronive të kombit Afrim Xhitia dhe Fari Fazliu. Ata ishin ndër aktivistët dhe organizatorët më të shquar që kishte në gjirin e saj lëvizja kombëtare në Kosovë gjatë viteve të 80-ta. Afrimi dhe Fazliu ishin sy pa trembur në kryen e detyrave dhe aksioneve kundër regjimit jugosllav serb. Ata ishin të përmbosur me idealin e lirisë dhe të bashkimit kombëtar, rrugë nga e cila ata nuk u zbrapsën asnjëherë. Sa e fuqishme ishte gatishmëria e tyre për sakrificë dhe vetmohim, dhe sa e madhe ishte dashuria e tyre për kombin dhe dheun, nëse mirë e dëshmon ballafaqimi i tyre me forcat serbe me 2 nëntor të vitit 1989. Atë ditë kryeqyteti i Kosovës u trëndet nga krizmat e armëve. Forcat e mëdha serbe kishin rrethuar vendqendrimin e tyre në lagjen kundra e diellit në Prishtinë. Pas një betejë që zgjatej rreth 10 orë, Afrimi dhe Fariu ranë heroikisht me armë në dorë. Qëndresa e tyre bëri jehon të jashtëzakonshme. Trimëria e tyre frymëzoi mirat e rinë shqiptar për të rreshtuar në përpjekjen e gjatë ndaj çlirimit përfundimtar nga pushtuesi serb. Të nderuar të pranishëm, sot në përvetorin e 29 të luftës dhe rënies në altarin e lirisë të dy heronjve tanë, Afrim Xhitia dhe Fari Fazliu, po shprehim respektin për jetën dhe veprën e tyre, por në njëjtën kohë me imazhin e këtyre pullave postare po e nderojmë edhe ndërmarrjen tonë dhe po rrisim vlerën e filatelisë së Postës së Kosovës. Emrat e heronjve tanë, Afrim Xhitia dhe Fari Fazliu, ashtu siç janë përjetësuar në shumë institucione, rrugë dhe sheshe, nga sot e mot do të përjetësohen edhe në pull postare. Imazhet e tyre të ndritura do të udhtojnë në tërë botën përmes dërgesave tona postare. Kujtimi për të heronjët e luftës sonë për liri do të jetojë përgjithmonë. Faleminderit gjithëve. Në vazhdim, kryeministri i Republikës Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj, dhe kryeshefi i Postës Kosovës, zotëri Sedi Hoxha, do të shpërndajnë pullat postale të familjarët. Ju lutem, kryeministër, kryeshef, dhe nga një përfaqësues i familjeve Xhitia dhe Fazliu. Në vazhdim, përfaqësues të familjeve do t'ju përshëndesin. Ftojmë Naim Xhitin e pas Naimit Fari Fazliun. E dashur anan, i dashur babosh, i nderuari kryeministër, i nderuari drejtori i postës, të nderuar veteran, invalid, familjar të dëshmorëve, të nderuar ish burgosur politik, veprimtar çështjes kombëtare, ju përshëndes në emër të familjes së heroit kombit Afrim Xhitia dhe në emër të familjes së heroit kombit Fari Fazliu. Sot është një ditë e veçantë për ne familjarët, por njëkohësisht ndjejmë edhe përgjegjësi
sepse institucionet tona, institucionet e shtetit Kosovës, gjithsesi Posta e Kosovës, Kryeministria, po e shojnë në qarkullim pullën postare me portretin e afrimit dhe fahriut. Andaj, ne, si pjesëtar të familjeve të tyne dhe pasardhësit e tanë, do të ndjejmë përgjegjësi akoma më shumë ndaj vendit tonë, ndaj shtetit tonë, sepse është arritur me mund, me sakrificë, deri këtu ku jemi sot. Edhe një herë, faleminderit të gjithëve që keni gjetë kohë të vini në këtë program. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi afrimit dhe fahriut. Ju faleminderit. Zotëri Farif Fazliu. Të nderuar të praneshëm, në emër të familjes Fazliu, ju përshëndes dhe një herët ju falenderoj nga zemra për prezencën tuaj me rastin e dhënies së pullës postare për herojt e kombit Fahri Fazliun dhe Afrim Xhetin. Prezenca juaj në këtë ditë të dhimbjes e krenarisë na bën të ndihemi krenar e të fortë. Ju falenderit, lavdi të gjithë dëshmorët e kombit. Amin. Të nderuar pranishëm, në emër të kryeministrit zotëri Ramush Haradinaj, ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Është përgatitur një koktejl për juve, mund të vazhdoni. Falenderoj.